Prandaj, por kjo do të ndryshonte. Natyrisht ai do të ndryshonte disi. Prap kemi një gjë, që sistemi i mbrojtjes raketore, këto lloj sistemet Iron Dome të mbrojnë nga dronët, të mbrojnë nga predhat, të mbrojnë nga mortajat, të mbrojnë nga raketat, ose jo raketat, po ne i themi këto raketat me rrezet shkurtër. Kurse në fakt mbrojtja nga raketat balistike dhe hipersonike bëhet nëpërmjet disa sistemeve tjera raketore që i kanë ata që kanë 3 sisteme të ndryshme. Një e kanë iranian i prodhuar, një është me Indin dhe një është i prodhuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në një farë mënyrë ky lloj sistemi duhet ishte ngritur dhe në vende të tjera. Sot është natyrisht është vonë për këto lloj sisteme. Kjo është arsyeja pse Pakistani po ndihmon Arabinë Saudite apo Shtetet Bashkuara po ndihmojnë vendet e tjera me sisteme të Patriot. Afganistani nga ana tjetër. Natyrisht, kemi Afganistanin nga ana tjetër, por në gjykimin tim kam përshtypjen që çështja nëse shumë shpejt do të kemi një eliminim të fuqisë raketore iraniane dhe vendosin në kontroll të Ormuzit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk do të garantohet një revolt nga brenda për ndryshim sistemi, Shtetet e Bashkuara do të riqen me realizimin e objektivit të tyre. Me këto dy objektive. Me këto dy objektive që është Irani nuk është më kërcënim për Shtetet e Gjirit dhe fuqinë amerikane në rajon. Shqojmë në rivendosjen e balancës fuqive në rajon. Ndërkohë Hezbollahu kapiten vazhdon të godas, para disa ditësh lëshoi me qindra raketa, por ajo që më bëri përshtypje si lajm dje ishte fakti që Izraeli po përgatitet seriozisht për të futur me trupa në sepse Izraeli kërkon të bëjë pastrim përfundimtar. Shiko, Izraeli kërkon të bëjë pastrim përfundimtar. Në rast se ndodh, pra, shiko, sot Irani nuk ka më kapacitete financiare të mbaj organizatat proxy. Dëmtimi që është bërë ekonomikisht, financiarisht, ushtarakisht, e ka çuar në një situatë që nuk mund të financojë më dot këto organizata proxy. Do ishte luks. Dhe për aq kohë sa Irani nuk i garanton dot më, dhe po të shikojmë qoftë Houthi, qoftë Hamasin nuk po reagojnë. Nuk po veprojnë kundër Izraelit. I vetmi që po reagon është vetëm Hezbollahu. Pse? Sepse Hezbollahu është një pozicion sandwich sot në Liban. Të paktën nuk kam disa kontakte në Liban, njerëz që kanë qenë me detyra shumë të larta shtetërore, dhe një gjë është e pranuar sot në Liban, që Libani është shkatëruar vetëm nga Hezbollahu. Hezbollahu ndodhet sanduiç midis Sirisë dhe Izraelit apo Izraelit dhe sistemit dhe forcave të armatosura të Libanit. Por këto forca janë të kufizuara ose kanë kapacitete të kufizuara. Prandaj dhe nuk po ta shikosh në një farë mënyre ka një lloj, nuk po them justifikimin në goditjen e objektive, se Izraelit kanë goditur objektive që nuk duhet i godisnin. Kanë bërë dhe krime në Liban. Por mënyra pastrimi përfundimtar i Hezbollahut është dhe një benefit për Libanin. E qartë, nuk... Shiko, shefi shtabit përgjithshëm, ose presidenti sotëm i Libanit është një ish shefi shtabit përgjithshëm të ushtrisë. Është presidenti i Libanit. Po, aktual. Domethënë, ai e një situatën shumë mirë dhe po ta shikosh me vëmendje, reagimet ka pasur reagime, po jo reagime shumë të forta. Pse? Sot në Liban një gjë është e qartë. Hezbollahu shkatëroi Libanin duke u përdorur si nga Irani, si nga Siria kundër Izraelit dhe duke e çuar në këtë situatë. Vetë rezoluta 1601 e Kombeve të Bashkuara nuk ka dha rezultat, Kombet e Bashkuara nuk ka arritën të demilitarizojnë Hezbollahu, të demilitarizojnë zonën, pra të heqin Hezbollahu edhe pse ka një rezolutë OKB-s sot dhe nuk duhet jetë
formacion ushtarak, para ushtarak, në fakt vazhdon të jetë formacion para ushtarak dhe si i tillë, kam përshtypjen që Izraeli kërkon të japi goditjen e fundit Hezbollahut. Nëpërmjet 450.000 rezervistëve që planifikohen të futen. Ndërkohë, kapiten, vim pak tek Shqipëria, qeveria shqiptare ka shpallur, ka votuar sot dhe ka shpallur Iranin edhe Hezbollahun, se prandaj kaluam edhe tek Hezbollahu, i ka shpallur Iranin Gardën revolucionare. Gardën revolucionare, por ishte edhe për Hezbollahun me para i mbronte. Pra, jemi në pikën që edhe shteti shqiptar ka marrë disa vendime në raport me atë që po ndodh sot në Iran. Pra, është shpallur shteti i Iranit si shtet sponsor i terrorizmit, pak a shumë në këtë terma, Garda revolucionare po ashtu. Si i vlerëson këto qëndrimet të shtetit shqiptar? Do të thënë, është një lloj si një gjyqtar të shpalli fajtor ose të shpalli vendimin për dënimin e dikujt që është duke vdekur. Garda revolucionare, Hezbollahu janë duke u eliminua. Si e vlerëson qëndrimin e... Është një qëndrim politik për të bërë në sy Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ne jemi në krahun tuaj. A duhet Shqipëria të futet në këto konflikte kur aleatët europian po nuk ka nevojë sot mjafton vetëm një fjali. Vetëm një fjali. Ne jemi pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kaq është e mjaftueshme. Po, dakor. Sepse efekti që ti krijon në Gardën revolucionare dhe në Iran nuk ka, kjo rezolut nuk ka asnjë efekt, as psikologjik, as diplomatik, as ekonomik, as ushtar. Sepse dihet nuk ka asnjë efekt. Ata objektivi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është eliminimi i Gardës revolucionare. Çfarë efekti do japi një rezolut i tillë që e shpall grup terrorist? Asnjë efekt. Ata po eliminohen. Mungesën e Partisë Demokratike sot. Kjo është tash koment politik, po unë e shikoj më tepër si një reagim për shkak sepse në fakt e vërteta është që unë do të dëshiroja që Parlamenti i Shqipërisë përveç kësaj sot mund të merrte edhe një rezolut të vonuar që është denoncimi i genocidit serb në Kosovë. Domethënë një akti i cili tur për ne që ende mbetet që nuk e kemi një akt të tillë dhe e shikoj si një mënyrë për të Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë ngelur për një rezolut të tillë për fituar në Iran, që të jemi korrekt. Rezoluta është shprehje vullneti. Nuk kanë ngelur për një rezolut të tillë që të fitojë në Iran. Dhe kjo as u jep ndonjë avantazh, as thjesht i tregon një zyrtar në Amerikë do dërgoj një email që do thotë që Shqipëria i nxori e kupton kaq. Kapiten, po kapacitete kemi ne për të çuar në Hormuz detare aktualisht? Jo, ne nuk kemi kapacitete për të çuar. Domethënë anjet, sepse anjet tona nuk janë të kësaj. Edhe sot dhe më përpara nuk kanë qenë të këtyre kapaciteteve, që jemi realist. Por që ne mund të bashkohemi me atë komandën e cila ka qenë ndërtuar gjithkohë në ngushticë, që ka pas komandën në Bahrein pranë flotës 5, që quhej komanda Sentinel, që ishte komandë ndërkombëtare, vetëm për kontrollin e trafikut në gjiun e Hormuzit. Pra mund kontribuojmë me ushtarë? Jo, me njerëz, me oficer shtabi, me këto. Ajo sot është goditur në 100%, është eliminuar, njerëzit kanë shpëtuar, por ajo mund të ndërtohet përsëri nesër dhe shiko, siguria nuk është vetëm marrje, është dhe dhënje. Nuk është vetëm ti e kupton. Natyrisht, ne kemi mundësi të kemi një numër të caktuar ushtarakësh, kjo është e kufizuar, por mundet që neve cila do të jetë thelbi i kontributit ton. Thelbi i kontributit ton në NATO është pozicioni im gjeografik. E qartë. Është Chelsea. Chelsea. Që kur thot NATO, porti i Durrësit është hyrje korridorit 8 dhe ka qasje strategjike për aleancën, ne mos i themi NATO-s që ik në Porto Romano se atje dua unë.
e kisha në plan të pyes për portin e Durrësit, kapiten, po ose do ta lënë në fund fare këtë se kam një kuriozitet tjetër. Si e vlerëson këtë anulimin e tenderit për portin e Durrësit, ndërkohë që kryeministri stërbetohej që nuk ishte presion që ta ndalte qeverinë shqiptare. Kryeministri e di shumë mirë se pse ka dështuar, nuk është anullim, është dështim. Është dështim. Dështim. Dhe e di shumë mirë pse ka dështuar tenderi, jo 2 herë si thotë kryeministri, por 3 herë ka dështuar, dhe bëhet fjalë në tenderin e parë ka marrë pjesë 30 kompani, nuk kanë dorëzuar letrat, në tenderin e dytë kanë marrë pjesë 15 kompani, nuk ka dorëzuar asnjëra letër, dhe në të dyja shpalljet e tenderave ka qenë prezent kryeministri, dhe kjo është e treta, që kanë marrë pjesë 7 kompani, 5 nga ato më duket kanë dorëzuar letrat, dhe në fund e mori një qipriote, por që, si thot kryeministri, nuk i dolën llogarit mirë. Natyrisht që nuk i dolën mirë, sepse në fundit të hysh në një biznes, kur Bashkimi Evropian dhe NATO thot nuk është i suksesshëm, nuk hyn njëri në një grop financiare. Historia është e njëjtë si puna e autostradës në Maltëzi. Bashkimi Evropian i tha Maltëzi mos e bëj autostradën që lidh me Beogradin, sepse nuk është në plan e transportit të Bashkimit Evropian në këtë lloj forme. Ata vendosën ta bëjnë, ja morën kredin kinezit, e ndërtoi kinezi, vazhdon ta ndërtoi, nuk ka mbaruar akoma, hyrë në borxh dhe nuk kishin likuiditet për të shlyer këstin e kredisë, dhe kishin vënë në kolateral portin e Barit, të Tivarit. Dhe në fund unë detyruat të ndërhyj Bashkimi Evropian. Pra, problemi është që askush nuk kërkon të shpenzoj të hedhi lek në një grop financiare si që është Porto Romano. Është grop financiare. Po ndërtohet, nuk po ndërtohet për të zvendësuar portin e Durrësit. Se në rast se do t'ishte për të zvendësuar, duhet t'ishte me kapacitete më të mëdha se porti i Durrësit. Po bëhet vetëm për të liruar portin e Durrësit, për Alabarin, apo ata shqiptarë që janë në bas Alabarit. Pra pas skenat, kapiten të kësaj, e konsideruat dështim. Dështim do të thotë nuk do të bëhet më si tender, nuk do të vazhdoj më si projekt për shkak të presionit jo vetëm kryeministri, por edhe Shqipëria është në udhëkyq sot. Edhe kryeministri e di që është në udhëkyq. Kryeministri po tregohet i fortë që unë do ta mbaroj, unë do ta bëj, por në fakt sot mund ta bëjnë kinezët ose kastrati. Se kompania europiane unë nuk besoj që mund të vi më të aplikoj për Porto Romano. Është e vërtet një plan, një port pas studim fizibiliteti. Askush nuk e di kush ka vendosur që në Porto Romano të ndërtohet një port, në vendin më të papërshtatshëm në Shqipëri për të ndërtuar një port. Askush nuk e di. Por përcaktimi i vendit të një porti është çështje teknike, nuk është çështje politike. Dakor, po dhe strategjike. Kryeministri duhet t'i japë emrat. Ku e ka studimin që i kanë thënë teknicienët ndërto portin në Porto Romano? Ta nxjerri, nëse e ka. Nëse nuk e ka, të vjen spak. Në fakt, çfarë është kjo që po ndodh në Durrës, kapiten, se duket sikur ka shumë drithije si projekt, dhe ajo që më ka bërë që të kthej vëmendjen edhe është fakti që presioni amerikan në një farë mënyre e detyroi dështimin e konsideruar. 3 herë ka dështuar për shkak të jetë të themun. Amerikanëve, Europianëve dhe NATO-s. Ka dështuar 3 herë. Amerikanët nuk e duan këtë për shkak se? Po sepse porti, shiko, Shqipëria është vend tranzit i korridorit 8, por dhe i konceptit operacional të NATO-s. Në rast të një konflikti me NATO-n, me Rusin, më fal, ku Shqipëria është një nga 3 korridoret, ku do të kalojnë trupat në Porto Romano? Ku do zbresin trupat? Atë s'ka bankila. Është numri kufizuar. Është 1200 metra. Porti i Durrësit e ka 2400 metra. Por porti i Durrësit ka edhe një avantazh tjetër. Ka gjithë gjiun e Durrësit
Gji i vlefshëm për zbarkim nga deti në tokë. Mjafton makinat, anijet, televizin drejtim të plazhit, nga plazhi në autostradë i ke në Shkup ditën tjetër. Sepse porti i Durrësit ndodhet në një vend i cili ka kapacitet të zbarkimi siç është Gjiu Durrësit. Kurse Porto Romano nuk ka kapacitete. Ka vetëm portin dhe Azim shumë. Por dhe porti nuk ka kapacitete porti i Durrësit. Pra, në një farë mënyrë kapacitete zbarkuese. E qartë. Si të mallrave, si të trupave, si të kapitaleve e tjera në Porto Romano janë më të vogla se ato të portit. Në qoftë se Shqipëria do të kishte ndërtuar një port më të madh se porti i Durrësit, po kjo do të ishte një fitore e kësaj qeveri. Ndërkohë ky është Chris Cavoli, generali suprem i NATO-s. Ish generali suprem i NATO-s. Të cilin unë kam qenë prezent. E mora në faqen tuaj në Facebook. Unë kam qenë prezent kur kryeministri e ka pyetur 3 herë. Kam qenë prezent në një ceremoni, e ka pyetur 3 herë, më thuaj një fjalë për Porto Romano. 3 herë e ka pyetur, 3 herë ky nuk është përgjigjur. Pse? Sepse NATO nuk ka asnjë plan për të ndërtuar një bazë detare në Porto Romano. Atje nuk ka vend për bazë detare. Si do shkoj fati? Porto Romano, për mua është projekt i dështuar. I dështuar. Do vazhdojmë te porti i Durrësit. Do vazhdojmë te porti i Durrësit. Derisa ne kemi kapacitete për të ngritur një superport. Dje kisha në emision disa kolegë tanë, kapiten, cilët thanë që ka dhe një përplasje të Gjermanisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sa i përket këtij porti. Më shumë investimit që do bëhet në këtë port. Gjermania nuk është në favor të Porto Romanos. Nuk është në favor. Jo. Pra nuk kemi një përplasje që këta e lidhin me faktin që Gjermania është të Porto Romanos janë vetëm ato shtete që nuk duan që Shqipëria të ketë kapacitet tranzitimi. Sa më të pakta ti kemi në kapacitetet portuale, aq më mirë është për disa shtete. Ato shtetet që janë pronesh, që janë aleatet e Shqipërisë, duan që Shqipëria të ketë kapacitete maksimale, mundësisht të ketë një superport. Një superport do të thotë të ketë barabart me Pireun, me Selanikun, me Gjoja Tavun e tjera. Jo një port si Porto Romano që kemi prishur një shtëpi që është Durrësi dhe kërkojmë të ngrëmë një kasollë si Porto Romano. Kapiten, të falenderoj shumë që të kisha. I nderuar. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.